Në bibliotekën e Universitetit Ismail Qemali në Vlorë u zhvillua një takim me pjesëmarrje në akademikëve dhe përfaqësuesve të pushtetit vendor të qarkut të Vlorës, i cili kishte në fokus forcimin e qasjes administrative në luftën kundër krimit të organizuar. Gjatë diskutimeve, pjesëmarrësit theksuan në rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe rolit që luan akademia në analizën dhe ndërtimin e politikave parandaluese. U vendos theksi tek metodat parandaluese si dhe nismat konkrete që synojnë uljen e riskjeve dhe parandalimin e fenomeneve kriminale si element kyç për garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në komunitet. Ekspertiza më e mirë e intelektualëve të qytetit të Vlorës vihet në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm të komunitetit dhe specifikisht në shërbim të sigurisë sonë komunitare. Unë ju uroj shumë suksese në atë çfarë keni bërë. Ju inkurajoj që ta promovoni sa më shumë plan veprimin dhe pikat strategjike që keni orientuar dhe sigurisht uroj më të mirat në çdo lloj aktiviteti të mëtejshëm. Përfaqësuesit e pushtetit vendor nënvizuan se lufta kundër krimit të organizuar kërkon një qasje të integruar dhe të qëndrueshme, ku përgjegjësia ndahet mes institucioneve, akademisë dhe shoqërisë civile. Sipas tyre, vetëm përmes angazhimit të përbashkët dhe zbatimit të hapave konkret mund të arrihet rezultat afatgjatë. Është institucioni Talga në kujdesin e pushtetit vendor, një nismë e re, e cila është për të përshëndetur, sepse strategjia e Talgës do të jetë trajnimi i burimeve njerëzore të gjithë pushtetit vendor. Unë mendoj fort që ne kemi burim njerëzor nga Universiteti i Ismail Qemali në Vlorë, një burim njerëzor të jashtëzakonshëm, sidomos në fushën juridike, dhe hapi i domosdoshëm për të krijuar burime njerëzore, të cilat do të bëjnë strategjik e zhvillimit në institucionit, do të jetë trajnimi. Takimi u vlerësua si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të dialogut dhe koordinimit mes aktorëve lokal, duke e krijuar një platformë shkëmbimi idesh dhe praktikash që kontribuojnë në ndërtimin e një qasje më efektive kundër krimit të organizuar në nivel rajonal.